i madh është se si sillet Kosova dhe sa Kosova i ushqen këto objektiva o kur zeza dhe vendet të caktuar të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. Dhe se si Kosova, qeveria Kosovës, në vazhdimsi që nga ardha në skenën politike e kësaj qeveri me 22 mars 2020, e pastaj qeveria 2 me 2021, ka qenë luftë permanente për duke nxitur anti-amerikanizmin në Kosovë, duke refuzuar dhe penguar çdo objektiv amerikan për Kosovën dhe rajonin. Dhe këtu e kanë etablu dhe kanë vendos në kryet këtij budalleku, kësaj qevendurie rajonale, Albin Kurtin. As Vučić është i etiketuar nga SBA, as kur një lider rajonal. Albin Kurti është lideri i anti-amerikanizmit sot në rajon dhe në Kosovë, me qendrën në Kosovë. E Kosova i ekziston, mund të mbetet si shtet, vetëm në sajt e garancës Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, problemin e kem të brendshëm, nuk e kem problemin se disa vendet Bashkimit Evropian, se ne e dim cilat janë, sa na mbështesin si shtet, si koketojnë me Rusin, si koketojnë me Serbin, e tjera. Problemi është të politikë bërja brendshme dhe orientimi që ky komb, nuk flas veç Kosova, por kombi shqiptar, është e ka bërë një herë mirë, ai është drejt perëndimit dhe Shtetet Bashkuar të Amerikës. Integrimit euroatlantike. Këtu është defekti, pra brenda klasës politike të Kosovës e jo te kalatet evropianëse si ata sillen. E qartë, zoti Berisha, nga ana tjetër kemi një tjetër deklaratë nga kryediplomati gjerman, i cili ka kërkuar që Kosova sa më shpejt të ketë një qeveri të aftë për të vepruar brenda edhe jashtë. Sa ndikim real është, pyetja ime, ka kjo deklaratë e kryediplomatit gjerman mbi të gjithë procesin e formimit të qeverisë së re në Kosovë dhe a mund të konsiderohet nga ana tjetër si një presion diplomatik? Edhe ky qëndrimi i radhës si politikës gjermane në raport me Kosovën, që për vlerësimin tim qëndron në të njëjtat dimensione si ajo që thash për bllokimin e pavarësisë energjetike të Kosovës dhe të rajonit, pra ndalimin e influencimit amerikan në rajon. Është e njëjta logjikë e promovimit e mbështetjes së Albin Kurti. Edhe ministri i jashtëm gjerman që bëri këtë deklaratë, edhe zonja Ana Rosh, të cilën e njoh personalisht shefe e parlamentit të Gjenevës, e cila doli po ashtu me të njëjtën deklaratë, edhe me atë kam ndejtë dhe më ka sqaruar se si e kanë përkrahur, se ishin edhe ato koncepti majt, por tha kem shpresuar nja 2 vite i kem besuar në ato arsyetimet, gjëja 20 vjet shkatrem me ku ta diun e krimi organizuar. Mirë, po tani e shohim se është empty, është i zbrazët, personi i zbrazët dhe është vetëm retorik demagogjike, nuk ka asgjë që mund të bëjë ky person. Dhe politika gjermane është e njëjtë, do të thotë duan në Kosovë një personalitet, si që është Albin Kurti, që ka mision, nuk ka ardhur rastësisht. Ktheheni, bëjeni një analizë, do ta nxjerr analizën, ndoshta këto ditë, do ta nxjerr sepse tash i kam grumbulluar gjitha faktet, se ky është një person i etabluar nga diplomacia gjermane, franceze, e ndikuar nga ajo ruse, për të qenë lideri i pengimit të çdo iniciative amerikane në Ballkan. Pra, kështu që nuk mbefason. Ky më herët ka pasur një deklaratë më të rrezikshme se kjo. Se thot, Ballkani duhet të integrohet në Evropë me gjithë këto cene dhe këto pengesa që ka. Çka ju e pasë u hap kapitulli i 3 për Serbinë, se duhet të ndërlidhin pak gjërat. U hap kapitulli i 3 për Serbinë. Serbia është kandidat që nga viti 2012. Në qoftë se i hapen dyert, i përshpejtohet procesi i Serbisë. Në marrëveshjen planin franko-gjerman, ky e tha edhe një gjë tjetër, jo vetëm formimin e qeverisë, por detyrimin për zbatuar do obligimet që kemi marrë në marrëveshjen e Ohrit, ku vjen edhe plani. Dhe çka ka tjetër në atë plan? Dhe për 10 vite Serbia nuk detyrohet në 2 çështje. Ta njoh Kosovën dhe të ndryshoj kushtetutën, ta heqë nga kushtetuta. Mbetet vetëm kushti i 3 i artikullit 35 të Bashkimit Evropian, që është normalizimi i raporteve e që lidhet me implementimin e 39 marrëveshjeve teknike. Kurse këto dyja për 10 vite është i liruar. Çka nëse brenda 10 vjeçarit i hapet mundësia Serbisë, meqense ja hapen kapitullin e 3, i hapet mundësia për integrim BE. Si do të integrohet? Me Kosovën pjesë të kushtetutës apo si? Pra, politika, diplomacia gjermane lexohet me streshtav si një përkrahje dhe një qëndrim i butë në raport me Serbinë, duke e ruajtur interesin e saj strategjik ekonomik në raport me Rusinë. E i dini për shkak të ngrohjes, gaset e tjera. Në fakt, zoti Berisha, cilat do të ishin më tej pasojat nëse Glauko Njufsa nuk arrin të sigurojë 61 vota brenda fatit kushtetues që është vendosur si në planin kushtetues, po ashtu edhe në atë diplomatik? Tani, shive,
veç une sa parë sot sjellje deklarata krejt dhe nuk ka vështirë që zonë këtu veç kemi hyrë në fushatë zgjedhore. Faza e parë e fushatës zgjedhore, normal, ju dini nga praktikat e mëhershme, fillojnë në kuvend në institucionet qeverisë, duke zhvilluar propagandën e identifikimit kush janë bllokuesit dhe armisht e popullit dhe të kombit të shtetit, edhe duke i barazuar pastaj me listën serbe, me fuqiqin e me Serbinë, që s'ka sens sepse aty hyn edhe une. E une kam dëshmuar kur tham une identifikoj krejt personat që janë kategorisë njëjtë, familjes njëjtë politike, që lidhemi me luftën, me lirinë, me sakrificën për me bë këtë shtet që kemi sot. Por tani është e faza e mobilizimit masave përmes politikave demagogjike dhe këtyre deklaratave të karakterit, mentalitetit monist dhe të logjikës së komiteteve. Pra, unë sjell buxhetin parlament, ju duhet ta votoni. Jo, mërzotni, se është pluralizëm dhe kur si ke votat, nuk është më arroganca numrat, mekanizmi i demokracisë, por është kompromisi. Duhet ulesh me partitë politike, të merresh vesh, unë i kam 56 vota sa i ka, po si kam edhe kaq që më duhen për kalim të buxhetit. Cila parti më jep dhe partia t'i vet kushtet. Sepse votuesi vërtet në ka obliguar të jemi në kuvend, por votuesi na ka obliguar të mbrojmë frymën politike gjitha dimensioneve të partisë që ai ka votuar. Përndryshe ai kishte votuar lëvizjen vendose. Prandaj, kjo logjika se ne sjellim kuvend, jeni detyruar me votu, kjo nuk funksionon në Kosovë. Ka dështu komunizmi, edhe pse këta janë pjellë neokomuniste, këta pretendojnë me instalu këtë autokracie diktaturë, por nuk rritet në Kosovë. Ne jemi ata që kemi iniciuar shkatrimin e komunizmit Jugoslav në 80-ën dhe nuk është ndarë më derisa është rënë në 90-ën. Prandaj nuk het këtu. Pamarrë se kemi këso mbetje shëndet jugonostalgjikësh dhe që ndrojnë apet Republikën e tretë në kuadër të një afërsie me Serbinë, po nuk do të ndodhë kjo. Kështu që faza e fushatës elektorale ka filluar në institucione, në orën 2 do të jetë seanca ku marrin pjesë edhe partitë spektrit tjetër politik tani, dhe aty do ta shohin, a do ta kenë votën për mandatarin e dytë. Unë nuk pres të ketë vota për çfarë do mandatarin nga lëvizja vetvendose, është votë për zhbërjen kushtetuese edhe institucionale të Kosovës. 2. Është vot kundër gjeostrategjisë amerikane në rajon dhe qëndrimeve të qarta dhe të prera, se me këtë lider dhe me këtë subjekt politik nuk mund të ecim përpara, nuk mund të kemi partneritet, nuk kanë kredibilitet, s'janë përshtatshëm. As për interesat amerikane, as tonat nacionale. Kështu që çdo vot për te, për mua është një vot edhe kundër bashkëpunimit strategjik, aleancës strategjike që kemi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, si rrjedhoj, pres se s'do të ketë qeveri dhe nuk kem alternativë tjetër vetëm më shku në zgjedhje, sepse kjo strukturë politike që sot është në qeveri, në parlament, është e delegitimuar, edhe me shkeljet kushtetuese në çdo akt gjykim, i cili nuk është implementuar, por këta janë mbrojt me masë kushtetuese deputetët që të mos jenë shkelje kushtetues dhe me vendimin e gjykatës supreme ndaj këtyre që luajnë rolin e qeveritarëve kujdestar, këta janë të delegitimuar. Dhe këta vendi duhet shkojnë zgjedhje të zgjedhë një strukturë legjitime të ardhmen, nëse do të mund bëhen zgjedhje. Nëse më pyet, a janë zgjedhjet, prapë po ta them, do ta përsërisin të njëjtin defekt. Pse? Jo pse duan njerëzit ndoshta, se ambicjet për qenë ku ta diun për të marrë pushtetin janë normale në politikë, si kjo garë. Por sistemi zgjedhor është defekt. Sistemi zgjedhor i Kosovës gjeneron në vazhdimsi krizë dhe do të gjenerojë edhe tutje. Tani gjëja me një reformë vogël është bërë edhe më i dëmshëm për sistemin politik dhe stabilitetin politik. Prandaj do të gjenerojë kjo krizë politike do të vazhdojë, zoti Berisha? Edhe një herë? Çfarë do ndodhë nëse kjo krizë politike do të vazhdojë ende? Shive, ne jemi shtet që vërtet në vitin 12 u hoq ajo mbikëqyrja ndërkombëtare e pavarësisë. Por mos harrojmë se kemi një zyre që quhet e UNMIK-ut, që është me mandat të Kombeve të Bashkuara, dhe mos harrojmë se në Kartën e Kombeve të Bashkuara ka një institut juridik që thotë është R2P, Right to Protect. Dhe shumë lehtë mund merret veç një vendim, kaq nevojitet një inicim nga dikush, në qoftë shtet aleat, po edhe shtet jo aleat, se ky komunitet nuk arrin të mbajë institucionet dhe një shtet funksional institucional, dhe duhet right to protect, të ndërhyet dhe të vendoset edhe një administrat, derisa të përgatitet një kontingjent politik i cili mund ta marrë mandatin qeverisës, siç e kemi marrë
pas heqjes mbikëqyrjes pas pavarësisë, domethënë 12-ën, në 14-ën përfundimisht s'ka pas më asnjë ingerencë të mbikëqyrjes. E qartë. Mirë, zoti Berisha, për ta mbyllur pyetja e fundit, si interpretohet fakti që Kosova, edhe pse cilësohet si një simbol i demokracisë, po shndron 8 muaj pa qeveri funksionale dhe nga ana tjetër a e dëmton kjo imazhin e shtetit në gjithë arenën ndërkombëtare? E kam thënë në foltorën e kuvendit, po e përsëris me përgjegjësi dhe atje kam marrë përgjegjësinë foltorën e kuvendit, se kjo strukturë politike është e sponsorizuar nga jashtë me mision zhbërjen kushtetuese të shtetit Kosovës. Çdo veprim politik gjeni një emision, një